Kështu që është e rëndësishme motivi. Do vetëm të bësh të mira, po të kesh motivin e gabuar, nuk është mirë. Edhe në qoftë se do të ndihmosh dikë, edhe ta ndihmosh nga mënyra sa më të mira, po nga ana tjetër motivi jote është që Zoti të shohë, ti të falesh nga mëkati, Perëndia të bekoje, edhe ku ta di unë gjëra të kësaj natyre. Motivi është i gabuar. Nuk po e bën për Perëndin, po e bën për veten tënde. Kështu që motivi është i rëndësishëm në të bërën të gjallë. Për ki po e bën? Do më shohim shpesh njerëzit thonë bëra këtë dhe bëra atë, po nuk e kanë bërë për Perëndin, e bën për veten e tyre. Kështu që motivi është i rëndësishëm jo vetëm në krishtërinë, po edhe në jetë, që do pse po e bën këtë që po e bën. Do më qoftë se s'po e bën për Zotin, është mira të kthehesh dhe të bësh gjërat për Zotin. Qoftë pastaj po e bën për të tjerë, nuk po e bën ndaj Zotit, po e bën për veten tënde që të lëvdohesh, të krenarohesh, të gjitha këto të tjera. Kështu që është e rëndësishme motivi për shkak se si themi ne që Perëndia është e zemrën, edhe nuk dëgjon fjalët më shumë se sa sheh atë që zemra ka brenda. Kështu që është e rëndësishme motivi në atë